Falenderojmë të gjithë juve që keni ardhur sot, jeni bashkë me ne në këtë kohë kur mbar bota. Në fakt ata që i besojnë Jezu Krishtit si Zot dhe Shpëtimtar festojnë Pashkën. Është një gëzim, në fakt është një gëzim. Unë do të tërheqja vëmendjen tuaj nëse është e mundur për disa momente sot, sepse vërtet do të jenë solemne, sa i takon gjërave që do të shohim nga fjala e Perëndis. E dini ju që lajmi i keq erdhi nga një kopsht i Edenit, ku njeriu mëkatoi, shkeli urdhërimin e Perëndis, edhe vdekja si rezultati i mëkatit pushtoi gjithë njerëzimin. Por e dini ju që lajmi i mirë erdhi nga një kopsht gjithashtu. Tek Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 19, vargjet 41-42 thuhet: por në vendin ku ai u kryqëzua, ishte një kopsht, shikoni, dhe në kopsht një varr i ri, në të cilin ende nuk ishte vënë askush. Aty pra për shkak të përgatitjes së judejve e vun Jezusin sepse varri ishte afër. Nga ky kopsht, jo nga kopshti i Edenit, do të vinte një lajm ku mëkati nuk do ta kishte më fjalën e fundit, edhe vdekja nuk do të kishte fitoren e betejës. Në fakt, dimri i njerëzimit sapo kishte përfunduar dhe koha e errësirës ku njeriu kishte qenë i huaj me Perëndin, po merrte fund. Fjala Ungjill, nuk e di nëse dini ju, po fjala Ungjill do të thotë lajm i mirë. Ky është kuptimi i fjalës Ungjill. Dhe apostulli Paul, një nga dishepujt, një nga nxënësit e Jezusit, ai e përkufizoi Ungjillin duke thënë, shikoni pak, unë ju kam transmetuar para së gjithash, thot Pali, dhe disa vargje më sipër thotë, ky është Ungjilli, që para së gjithash, atë që edhe mora, se Krishti vdiq për mëkatet tona, u varros, shikoni pak, 2, dhe se u ringjall të tretën ditë sipas shkrimeve, dhe po të shikoni, sipas shkrimeve është përmendur këtu 2 herë. Sipas shkrimeve, apo jo? Shikoni? Kështu është. Tani ky është lajmi i mirë që ne festojmë sot, dhe në fakt në të dielën e parë të Pashkës, përpara rreth 2000 vitesh, lajmet ishin të mira. Një grup grash, midis tyre ishte dhe Maria Magdalena, ajo që ishte shëruar nga Jezusi pasi kishte qenë e demonizuar, shkojnë herët në mëngjes tek varri ku ishte vendosur trupi i Jezu Krishtit. Edhe sipas kulturës judaike, nëse ju e shikoni pak si pamje, varret vjesh bëheshin aty rreth një kodre, gërmoheshin si një guvë, dakord, si një dhomë e madhe, edhe në poshtë hyrjes bëhej një si kanal ku një gur i rrumbullakët i shesht rrokullisej në atë kanal për të mbyllur hyrjen e varrit. Pra kjo ishte sipas traditës në atë kohë në lindjen e mesme, mënyra se si bëhej kjo punë. Edhe shkuan këto gra te ky vend. Edhe për çudinë e tyre, guri ishte rrokullisur, nuk ishte më në vendin ku kishte vulosur hyrjen e varrit. Edhe kjo u bëri shumë përshtypje në fakt. Sepse ato nuk prisnin një ringjallje. Varri ishte bosh. Si është kjo punë? Për gjithë ju që keni ardhur sot këtu, ndoshta disa prej jush janë të trishtuar, jeni të mërzitur, keni një hall, një provë në lidhje me situatën tuaj në familje, apo gjendjen tuaj financiare, apo një provë të vështirë në punë, apo në lidhje me shëndetin, nuk e di se çfarë. Edhe në fakt është një diel Pashke sot, prandaj festojmë ringjalljen e Krishtit. Ashtu si në atë kohë kur ky grup grash që shkoi tek varri i Jezusit ishin të trishtuara, ishin të mërzitura, donin që të kryenin përfundimin pas Pashkës, përgatitjen e trupit të Krishtit, duke e lyer me erza edhe me aroma të mira, edhe ishin të shqetësuara, të tensionuara, të mërzitura. Mirë po e dini ju që ka shpresë tek ringjallja e Krishtit. Edhe për këtë do të flasim sot. Në vend që të jetë një kohë dekurajimi, konfuzioni dhe agonie, ashtu siç ishte për ato gra në shekullin e parë, koha e ringjalljes Krishtit, pikërisht fakti që ai është i gjallë sot, jep shpresë, jep besim, jep kurajo. Edhe mbi të gjitha ka shpresë, ashtu si kundër e thash. Le të lutemi bashkë. Ati dashur, faleminderit për këtë ditë sot. Unë lutem që ti të shikosh zemrat tona sot. Dikush është i trishtuar, i lodhur, i mërzitur, me provat vështira, me sprovat të rënda në jetën e tij. Zot, shiko zemrat e njerëzve sot.
na jep sipas tyre, na jep mundësi Zot kuptojmë se cila është drita jote, ta shohim atë fizikisht, ta shohim atë shpirtërisht. Zot ndriçon mendjet tona, zemrat tona. Edhe na fol sot, të kuptojmë sa vlerë që ka, që të motivohemi, dhe ne që jemi besimtarë për të dëshmuar fuqinë e ringjalljes së Jezu Krishtit. Në emrin tënd të çmuar lutem. Amen. Sot do të flasim për ringjalljen e Zotit, është dita për të folur. Gjatë shekujve janë shkruar shumë gjëra, janë thënë shumë gjëra, me të vërtetë, edhe ka dëshmi historike, njerëzve u pëlqen që të shikojnë dëshmitë historike në lidhje me faktin nëse Jezusi është ringjallur ose jo, edhe në fakt patjetër që me të vërtetë ka evidenca solide që vërtetojnë ringjalljen e Krishtit. Apostulli Paul përpara 2000 vitesh, unë e përmenda emrin e këtij njeriu, ky kishte shkruar që nëse dikush do të kishte ndonjë dyshim, ishin më se 500 dëshmitar okular, edhe dikush prej këtyre që kishte ndonjë dyshim mund të shkonte dhe të takonte, edhe të thoshte që e di si është puna, më shpjego, më jep një dëshmi se si është kjo punë. Edhe në fakt ne kemi shumë fakte, më shumë fakte për ringjalljen e Jezu Krishtit se sa ndonjë ngjarje tjetër gjatë gjithë historisë. Është e mrekullueshme dhe prandaj kemi arsye për të festuar. Po kush është Jezu Krishti? Kush është ai? Për cilin flitet kaq shumë, edhe festohet Pashka, që ne kemi arsye për ta festuar. Në fakt, rreth 33 vite e gjysmë para se sa ai të kryqëzohej. Pikërisht erdhi momenti i caktuar i mishërimit, ku Perëndia me anë të një lindjeje do të vinte në një trajt njerëzore. Edhe emri i tij do të quhej Jezus, që është shpëtimtari i botës. Perëndia shpëton nga mëkatet. Ky është kuptimi i emrit Jezus. Edhe ai lindi, erdhi përmes një gruaje, lindi fizikisht. Ne festojmë edhe Krishtlindjen gjithashtu, apo jo, kur vjen koha. Edhe Maria, pra, lindi djalin e saj të parëlindur. Edhe vini re me vëmendje sepse është një detaj që duam ta përcjellim gjatë gjithë predikimit të sotshëm. E mbështolli me pelena dhe e vendosin në një grazhd, sepse në Han nuk kishte vend për ta. E në fakt, sipas traditës, në lindjen e mesme në atë kohë, foshnjat, si thua, visheshin me pelena, dhe çfarë ishin ato? Ishin rripa pëlhure, edhe mbështilleshin bebet, për shembull, në mënyrë që t'i ruanin ata nga lëvizjet e tepërta të këmbëve dhe të duarve, që të mos dëmtoheshin apo të mos i përplasnin edhe kurrëzoheshin, edhe i mbështillnin me pelena. Kjo është një zakon edhe në ditët e sotme, në një pjesë të mirë të lindjes mesme, sidomos në disa fshatra të Sirisë. Po edhe ne në Shqipëri, përpara 30 e kusur viteve, besoj se mbani mend, apo nuk kishin dalë këto gjërat e fundit për fëmijët, po them, por që lidheshin me pelena, edhe pastaj shtrëngoheshin fort me ca rripa, të gjithë e dini ju, domethënë përveç brezit të ri ndoshta sot, por që për ne nuk është e huaj një gjë e tillë, nuk diskutohet. Po vërtet, Jezusi lindi, u mbështoll me këto rripa pëlhura, liri në formë rripash dhe e vunë në grazhd, dhe kur ai vdiq, e morën trupin e Jezusit dhe e mbështollën gjithashtu në pëlhura liri dhe e vunë në varr trupin e tij. Jezusi lindi për të vdekur. Ju më thoni, po të gjithë ne lindim për të vdekur. Jo, në fakt, në fjalën e Zotit thuhet që ne kemi lindur të vdekur në faje dhe në mëkate. Jezusi ishte i pa mëkat. Edhe ai lindi për një mision, erdhi si një foshnjë për një mision të caktuar, për cilin do të flasim për pak. Por ai na dha faljen e mëkateve dhe jetën e përjetshme. Le ta zbuloj që tani një gjë të tillë. Tani Jozefi nga Arimatea ishte një nga dishepujt e Jezusit, nuk kishte dalë haptazi në këtë kohë. Edhe ai shkon me guxim, edhe i kërkon Pilatit, shikoni, i kërkon Pilatit. Pilati ishte qeveritari romak në atë provincë të Judes në atë kohë, sepse Judeja në kohën e lindjes Krishtit ishte një provincë nën protektoratin e perandorisë romake të kohës. Kjo është nga ana historike. Edhe shohim që ky njeri, Jozefi nga Arimatea, ishte dishepulli i Jezusit, pra nxënës i Jezusit,
Një person që e ndiqte Jezusin, por fshetas nga frika e judejve, ai kërkoi Pilatit të merrte trupin e Jezusit. Kuptojmë që ai kishte qenë në kryq, trupi i Krishtit, ai kishte vdekur në kryq në një vuajtje të tmerrshme dhe Pilati i dha leje. Atëra ai ç'bëri? Erdhi dhe mori trupin e Jezusit. Historia na tregon që Jozefi, ky njeri nga Arimatea, ky person, ishte një person me shumë influencë. Edhe ishte një person shumë i pasur gjithashtu. Historianët e asaj kohe sugjerojnë që ky mund të ishte njeriu më i pasur në atë krajinë. Edhe çfarë bën ky? Ky nuk ishte asgjë për të fituar nga kjo gjë që bëri, vetëm mund të humbiste gjithçka. Mendoni pak çfarë trysnie që ishte në atë kohë ndër njerëzit, të cilët kishin qenë ndjekës Krishtit, edhe të cilët ishin dekurajuar nga ky fakt se si ky drejtues kaq prominent, kaq i famshëm, ky shërues i jashtëzakonshëm, ky që kishte deklaruar që unë jam Mesia, apo jo, Krishti, Perëndia në mish, të shkonte në një përfundim të tillë në drurin e kryqit. Edhe një njeri del tani, kur dishepujt e tjerë nuk ishin më aty të pranishëm. Edhe ai kërkon me guxim përpara qeveritarit romak të asaj krajine që quhej Pilat, apo jo, keni dëgjuar për Pilatin, që thuhet i lau duart si Pilati, për shumë, Ponc Pilati. Për dikë që nuk doj që të pranoj fajin apo përfshirjen në diçka. Është një shprehje që përdoret. Edhe ky njeri shkon edhe guxon, edhe kërkon trupin e Jezu Krishtit. Dhe tha, tani është momenti që unë të dal. Edhe me guxim ai e bëri një vepër të tillë dhe bashkë me një antar tjetër të Sinedrit që quhej Nikodem. Ju kujtohet Nikodemi, ju që keni lexuar Biblën, ishte një mësues i ligjit. Shumë i njohur me shkrimin në atë kohë, me fjalën e Perëndisë. Edhe këta të dy, edhe Jozefi dhe Nikodemi, ishin antarë të këshillit të judejve të Sinedrit. Edhe këta ishin, si thua, ose le ta them kështu, nuk ishin dakord me vendimin që këshilli i judejve kishte marrë për kryqëzimin e Krishtit. Nuk ishin dakord. Nikodemi ishte ai person që shkon te Krishti, apo jo natën, shkon në fillim të Ungjillit Gjonit e kemi këtë. Edhe i thot Jezusit, i thot mësuesi, thot, po si mund të hyj unë në jetën në mbretërinë e Perëndisë? Si mund të futem unë në mbretërinë e Perëndisë? Edhe Jezusi i thot atij që disi është puna Nikodem, ka një problem me lindjen tënde fizike. Ka një problem. Edhe ti nuk duhet që ta përmirësosh veten tënde, nuk duhet që të bëhesh një version më i mirë i vetvetes, ta përmirësosh veten, apo të kesh një status më të lartë në shoqëri. Jo, ti ke nevojë për një fillim të ri, ti duhet të lindësh sërish. Kjo është një shprehje që përdoret në fjalën e Perëndisë, është rilindja shpirtërore, kur një njeri i beson Jezu Krishtit si Zot dhe shpëtimtar, sepse Jezusi në fakt nuk të përmirëson, është më shumë se sa që Jezusi të transformon jetën. Ai të ndryshon jetën. Edhe ja ku jemi në këtë moment, Jozefi nga Arimatea, që ishte dishepull i Jezusit, fshetas nga frika e judejve, kërkoi Pilatit të merrte trupin e Jezusit. Dhe Pilati, shikoni çfarë ndodhi. I dha leje. Atëra i erdhi dhe e mori trupin e Jezusit, thuhet. Në vargun 39, por erdhi dhe Nikodemi, personi për cilin ne po flasim deri tani, i cili më përpara kishte vajtur te Jezusi natën, duke sjell një përzierje prej mirre dhe aloe prej rreth 100 librash. E dini nëse i konvertoni me një sin mace të sotshme, i bie rreth 33 kg. Shikoni pak, aroma të mira. Ishte një sasi e konsiderueshme. Në fakt dhe po ta shikoni të ekranizuar, do shikoni si me 2 thas aroma të mira. Edhe ata pra e morën trupin e Jezusit, e mbështollën në pëlhura liri, pra thuhet e mbështollën në pëlhura liri me era të këndshme, siç është zakoni i varrimit ndër judejt. Mbajini mend këto. Por në vendin ku ai u kryqëzua ishte një kopësht dhe në kopësht një varr i ri, në cilin ende nuk ishte vënë askush. Në fakt ky ishte varri familjar i Jozefit nga Arimatea, i cili ishte një person shumë i pasur, edhe atëherë bënin këto varre familjare, edhe në fakt ishte i papërdorur, ishte i ri, edhe aty për shkak të përgatitjes së judejve e vun Jezusin sepse varri ishte afër. Kjo është situata tani. Ishte gati dita e Pashkës. Mendoni, Pilati po lejon që Jezusi të varrosej sipas zakonit të judejve, sikundër e keni shkruar këtu. Në varrin e një të pasuri, në një varr të ri. Tani, kur romakët i kryqëzonin njerëzit, kjo është diçka shumë interesante. Kur romakët i kryqëzonin njerëzit, ata nuk i hiqnin nga kryqi
derisa të kalbeshin. E dini pse? Që t'u tregonin të gjithë atyre që ishin kriminal, kusar, vjedhës apo çfarë do lloj njerëz shkelës të ligjit që e meritonin atë dënim me kryqëzim sipas tyre. Njerëzit që i shikonin këta të varur në kryq, të kishin frikë. Edhe mesazhi që u transmetoi ishte ky që nëse ti je shkelës i ligjit, je kriminal apo je kusar, ja se çfarë të ndodh nëse e bën një vepër të tillë. Edhe të mendosh që njerëzit që ishin më të përçmuarit, më të përbuzurit e shoqërisë, këta kryqëzoheshin. Edhe ironia është që Jezusi duhej kryqëzuar. Shikoni pak. Pilati, ai që doli para njerëzve atë ditë dhe tha, por unë nuk gjej në të asnjë faj. Dhe njerëzit e popullit thanë, kryqëzoje. Sa ironike është që njeriu Perëndi do të vdiste ashtu siç kryqëzohej një kusar. Kjo është ironia. Jozefi nga Arimatea shkon tek Pilati, merr trupin e Jezusit, i cili ishte deklaruar i vdekur nga ushtarët romak, të cilët ishin të familiarizuar me kryqëzimin, ishte një metodë që ata e përdornin. Edhe pasojat, gjithashtu dhe me pasojat e kryqëzimit, që ishte vdekja e një njeriu. Ata e dinin se si ishte një njeri i vdekur. Sepse sa herë vjen Pashka, e dini pse e them këtë? Sa herë vjen Pashka, ka dokumentar në televizion apo edhe në internet, ka video të shumta të njerëzve të cilët dëshirojnë që të fitojnë disa klikime më shumë, që thonë që në fakt Jezusi nuk vdiq. Dishepujt e morën trupin e tij ashtu siç ishte ai, si alivanosur, sepse i kishte rënë figët, edhe e futën në një shpellë të freskët dhe e lanë aty derisa Jezusi të merrte veten. Duke sajuar kështu që Jezusi nuk u ringjall nga të vdekurit. Por me sa duket këta njerëz nuk kuptojnë asgjë nga kultura e shekullit të parë. Ushtarët romak e dinin mirë se si dukej një i vdekur. Prandaj e theksoi këtë gjë. Shikoni çfarë thuhet në fjalën e Zotit, thuhet ushtarët pra erdhën dhe ja thyen kërcind të parit. Pra ai ishte vendosur në kryq midis dy vjedhësve apo jo, të gjithë e dim skenën e kryqëzimit, edhe tjetrit që ishte kryqëzuar me të. Por kur erdhën te Jezusi dhe panë se ai tashmë kishte vdekur. Nuk ja thyen kërcind, por njëri nga ushtarët çfarë bëri? Ja tejshpoi brinjën me një hesht. Dhe me njëherë i doli gjak dhe ujë, organet e brendshme të trupit ju çan dhe lëshuan gjak edhe ujë. Tani, vërtet, mund të mos vini dakord me evidencat e vdekjes Krishtit, varrosjes, ringjalljes së tij. Por jini i sinqert, nëse jeni këtu sot në sallë, që të thoni më mirë që unë nuk i besoj këto gjëra që thuan. Por mos thoni që nuk ekzistojnë këto fakte. Mund të thuash që unë zgjedh të mos i besoj, kjo është një gjë tjetër, por ato janë aty faktet. Edhe janë kokfort. Është dëshmia shumë e qartë, dëshmi e shkruar, dëshmitar okular, dëshmitar historik, evidenca ekziston dhe më mirë thuaj me ndershmëri kam zgjedhur të mos e besoj. Sepse ja ku kemi këtu, e gjithë çështja është që po të njihni politikën e asaj kohe, Pilati nuk mund t'ja dorëzonte dikujt trupin e një njeriu që ishte kryqëzuar, po të mos ishte i sigurt, i bindur që ai kishte vdekur. Kjo gjë është absolute. Edhe në fakt këtu është e gjithë çështja, nëse Jezusi nuk ka vdekur, nuk është ringjallur. Sepse nëse nuk ka vdekje, nuk ka ringjallje. Jemi të qartë këtu që kjo është shumë e rëndësishme për ta kuptuar si koncept në fakt, dhe ungjit të tjerë japin evidenca të tjera, por sot do të përqendrohemi tek evidenca që jep Gjoni. Në fakt, fjalën e Zotit thuhet, kini në veten tuaj po ato mendje që ishte edhe në Jezu Krishtin, i cili, edhe pse ishte në trajt Perëndia, pra në fjalën e Zotit thuhet që Perëndia u shfaq në mish, ai erdhi si një njeri. Ishte në trajt Perëndie. Nuk e çmoi si një gjë ku të mbaj fort për të qenë barabar me Perëndin, thot, por e zbrasi veten e tij duke marrë trajt shërbëtori dhe u bë ngjashëm me njerëzit. Pra, në trajt Perëndie ishte dhe u bë ngjashëm me njerëzit. Erdhi, ne festojmë Krishtlindjen. Erdhi si një bebe. Por ishte i veçantë. Ai u quajt Jezus. Perëndia shpëton popullin nga mëkatet. Edhe ai që ishte si një njeri, pse u bë njeri, si njeri, sepse mëkatarët janë njerëz apo jo.
Edhe ai duhet të merrte pagesën e mëkatit në vendin tonë. Pra, vdekja e tij ishte zvendësuese. Prandaj thotë që duke u gjetur nga pamja jashtë, por si njeri e përuli veten, duke u bërë i bindur deri thotë në vdekje. Ja pra, misioni i tij. Deri në vdekje të kujt? Të kryqit. Të kryqit. Pra ai kishte një mision, erdhi momenti, edhe Perëndia e kreu një vepër të tillë. Erdhi në trajt njeriu, është dokumentuar për t'i zënë vendin njeriu. Pse? Sepse njeriu është mëkatar. Në fakt të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk e arrin lavdinë e Perëndisë. Njeriu është mëkatar, Perëndia është këtu është një hapësirë e madhe, një distancë e madhe, midis njeriu dhe Perëndisë. Edhe ata nuk e arrin dot lavdinë e Perëndisë, sepse paga e mëkatit është vdekja. Fakti që njerëzit mëkatojnë, marrin si një pagesë vdekjen. Edhe vdekja është e tmerrshme. Por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme nëpërmjet Krishtit Jezus, Zotit ton. Në fakt, një gjë është e vërtet në lidhje me këtë, sepse njeriu është shkelës i ligjit. Zoti ka një standard të shenjtë. Edhe ligji i Zotit nuk duhet shkelur. Mirëpo njeriu çfarë bën? E ka shkelur ligjin e Zotit. Nëse i keni parasysh 10 urdhrimet, njeriu i ka shkelur 10 urdhrimet. Njeriu lakmon, njeriu gënjen, njeriu vjedh, njeriu shkel kurorën, njeriu vret. Ju mund thoni, po unë nuk i kam bërë gjitha këto. Nëse ke bërë disa, mjafton. Jetë shkelës i ligjit. Edhe prandaj thuhet, paga e mëkatit është vdekja. Prandaj, siç e tham edhe në fillim të mesazhit sot, ky është ungjilli, lajmi i mirë që Krishti vdiq për mëkatet tona. Ne jemi mëkatar, paga e mëkatit është vdekja, por ai vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve, ishte profetizuar që më përpara në fjalën e Zotit në dhjetën e vjetër se çfarë do të ndodhte me Krishtin. Ai u varros dhe u ringjall të tretën ditë sipas shkrimeve, diçka që Zoti e kishte vendosur që më përpara, sipas shkrimeve, dhe ai vdiq u varros për të fshirë fuqinë e mëkatit. Prandaj në fjalën e Zotit thuhet që ai nuk bëri asnjë mëkat për Krishtin. Nuk u gjet asnjë mashtrim në gojë të tij, kur e fyri nuk e kthente fyrin, kur vuajte nuk kërcënonte, por ja dorëzoi atij që gjykon drejtësisht. Ai vet i barti mëkatet tona, shikoni, pjesa e mëkateve, ai vet nuk kishte mëkat, nuk bëri mëkat, por barti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e kryqit, që ne të vdekur për mëkatet të rrojmë për drejtësi dhe me vurratat e tij, me plagët e tij, ju u shëruat. Pra, ai pa mëkat mori mëkatin ton. Pra na zvendçoi dënimin ton në drurin e kryqit, që ne, duke i besuar atij, të shërohemi, të rrojmë, të marrim jetë. Kjo është ajo që do të flasim sot. Po pa vdekjen e Krishtit nuk kemi zgjidhje të çështjes së mëkatit, sepse paga e mëkatit është vdekja. Edhe unë sot dëshiroj që t'i afrohemi këtij pasazhi në një këndvështrim paksa ndryshe, ndërkohë që flasim për evidencat e ringjalljes. Ne mund të flasim për dëshmitarët okular, ne mund të flasim për dokumentet shkruara vërtet. Mund të flasim sot në sallë, mund të flasim për dëshminë e fjalës së Zotit dhe për shumë gjëra, por sot do të flasim ne për rrobat prej liri, ose le ta them kështu, për ato pëlhurat prej liri që mbështollën trupin e Jezusit. Ju mund thoni, po mirë, si ka mundësi, unë kam ardhur për këtë diel Pashke për të dëgjuar një mesazh inkurajues, për të gëzuar, për të inkurajuar, për të marrë shpresë, edhe ti do të na flasësh për pëlhurat prej liri që mbështollën trupin e Jezusit? Shiko, ma jep një shansin, se ka një mesazh këtu. Dakor? Do ta shohim me shumë vëmendje. Le të shikojmë historinë se si ka ndodhur. Por ditën e parë të javës, në mëngjes kur ishte ende errët, Maria Magdalena erdhi tek varri dhe pa gurin të ngritur nga varri. Atëherë rendi dhe erdhi te Simon Pietri dhe te dishepulli tjetër, të cilin Jezusi e donte dhe u tha atyre. Ky dishepulli tjetër, kush është? Gjoni, është Gjoni. Dhe u tha atyre, pra çfarë ndodhi? Maria shkon tek varri dhe shikon që ishte hapur, edhe shkon të lajmëroi dishepujt, u tha atyre, e ngritën Zotin nga varri dhe nuk e dim ku e vun. Pra, mendimi i parë që i shkon ndërmend është që e kanë vjedhur, e kanë marrë trupin, diku e kanë çuar. Edhe nuk e dim se ku e kanë vënë. Shikoni pak, sepse kjo është çështja, ku është trupi i Krishtit.
E zbritën Zotin nga vari dhe nuk e dim se ku e vun. Atëherë Pietri dhe dishepulli tjetër, pra Gjoni, me që ka shkruar Ungjillin e Gjonit duke përmend veten për arsye të respektit edhe për ata që e lexojnë fjalën e Zotit, po dishepulli tjetër ky është Gjoni. Pra Pietri dhe Gjoni dolën dhe erdhën tek vari, por rendnin të dy bashkë dhe dishepulli tjetër rendi përpara. Ky ishte miri, Gjoni, ja kërciti vrapit, i themi ne, edhe arriti rendi përpara, më shpejt se Pietri, dhe erdhi i pari tek vari. Dhe si u përkul pa, çfarë pa? Pa pëlhurat prej liri të shtrira, por nuk hyri. Shkoi, por nuk hyri, ndonjë aty tek hyrja, këtu, nëse e keni parasysh të pamjen, vjen pra Simon Pietri, që po e ndiqte, hyri në varr dhe pa pëlhurat prej liri të shtrira dhe rizën, është një shami që vije mbi kokën e kufomës, për ta mbuluar, e mbështillnin kokën e tij, që vën mbi kokën e Jezusit, e cila nuk ishte bashkë me pëlhurat prej liri, por ishte mbështjellë në një vend veç. Pra nëse pëlhurat ishin këtu, riza ishte diku këtu afër, e mbështjellë veç. Atëherë pra hyri dhe dishepulli tjetër që kishte arritur i pari te vari, pra pas Pietrit hyri dhe Gjoni, dhe pa dhe besoi. Dhe kjo është shumë interesante, sepse nuk e kuptonin ende shkrimin, që ai duhej të ringjallej për së vdekurisht, pastaj dishepujt shkuan përsëri në shtëpitë e tyre. Nuk e di, besoj ju ka ndodhur gjithëve që të shikoni një dokumentar apo një film, po kryesisht dokumentar të cilat janë me karakter investigativ, apo jo, që janë njerëz të cilët dëshirojnë që të ndërtojnë ato skenat e ngjarjes për të kuptuar ngjarjen në të vërtetë. Le ta bëjmë ne një gjë të tillë sot. Dakor? Le të ndërtojmë, kemi disa evidenca, le ta ndërtojmë skenën e ngjarjes se si kishte ndodhur, në mënyrë që të zbulojmë ngjarjen. Dakor? Le ta shohim këtë gjë duke marrë ndihmë në fakt edhe nga ungjillit e tjerë, nga 3 ungjillit e tjerë. Pra këtu jemi tek ungjilli sipas Gjonit, ne do të marrim ndihmë nga ungjilli Markut, Mateut edhe Lukës. Jemi dakord? 4 ungjillit të cilët përshkruajnë detaje të ndryshme, të cilat po t'i bashkojmë na tregojnë gjithë panoramën për të kuptuar ngjarjen se si ndodhi. Tani le t'ju them pikë së pari që Jezusi ndonjë i vdekur 3 ditë e 3 netë thuhet në fjalën e Perëndis. Mateu kapitulli 12 dhe vargu 40. Edhe pikërisht për të kuptuar se kur u ringjall Krishti, duhet kemi parasysh ditën judaike. Dita judaike fillon në orën 6 basdite, po e them, pra fillon në mbrëmje, nuk fillon në mesnat, siç fillon dita jonë. Për shembull, ne e dimë që në orën 12, sa kalon sekundi parë, fillon dita tjetër. Është kështu? Kështu na fillon dita ne, ndërkohë që dita judaike fillon në mbrëmje, edhe mbaron në mbrëmje të ditës tjetër. Tani keni parasysh që Jezusi është ringjallur diku pas orës 6 të mbrëmjes së shtunës për ne, por të dielës së judejve. Dakor? Sepse dita judaike, ju thash, fillon në mbrëmje. Pra për ne është ditë e shtunë, në darkë, po them, rreth orës 6, edhe pak a shumë, ditët dhe netët tona që jemi këtu në Shqipëri, me që jemi afër Ekuadorit, njësoj sa që është Izraeli për shembull, edhe ditët dhe natët janë pothuajse njësoj. Edhe interesante, por ja kështu pra. Jezusi dikur pas orës 6 nuk na thuhet në fjalën e Zotit në detaje se kur ndodhi eksaktësisht, por thuhet që ndonjë 3 ditë e 3 netë. Interesante. Edhe ja ku kemi këtu një grup grash, të cilat shkojnë të dielën, ishte errësirë në mëngjes. Pra nuk ishte shtuna, por kishte kaluar disa orë, pra mund të ketë qenë aty nga ora 5:30 e mëngjesit, sepse ishte vërtet herët, shumë herët në mëngjes. Ishte errësirë. Edhe ato shkojnë tek vendi ku ishte varrosur Krishti. Edhe ato shohin diçka shumë të çuditshme. Guri që ishte rreth gjysmë toni, mendoni pak, ishte rrokullisur dhe nuk ishte në vendin ku kishte qenë duke vulosur varrin, pra ishte rrokullisur. Edhe të shqetësuara, të tensionuara,
Ato vendosin të dërgojnë Marin Magdalena, Maria Magdalenën, tek dishepujt që t'i lajmëronte se çfarë kishte ndodhur. Edhe Maria shkon tek Pietri dhe tek Gjoni dhe edhe u thotë, di si është puna? Nuk e dim se ku e kanë çuar trupin e Zotit, e kanë marrë, nuk e dim se ku e kanë çuar. Edhe në këtë moment shohim Gjonin, i cili rendi, ishte më i shpejt se Pietri, e lexuam bashkë. Rendi Gjoni, edhe Pietri nga mbas. Mirë po, gjatë kohës që ata po vraponin, këto gratë që kishin mbetur aty pa Maria Magdalenën, kishin marrë guxim, edhe ishin futur tek varri. Edhe në fjalën e Zotit thuhet që aty kishin takuar dy ëngjëj që më parë, do me thënë dy burra, më pas e kuptuan që ishin ëngjëj, të cilët u dhanë mesazhin pse e kërkoni të gjallin midis të vdekurve. Gjoni, filloj tani? Çfarë bën Gjoni? Gjoni nuk futet. Pietri futet brenda. Shikon Pietri ato pëlhura që ishin të patrazuara. Interesant. I shikon ato Pietri, edhe Gjoni ndërkohë ishte aty jashtë, ende nuk ishte futur. Mirë po, çfarë ndodh? Futet edhe Gjoni. Edhe aty thuhet, po ta shikoni, shumë interesante, çfarë thuhet aty. Hyn Gjoni, që kishte arritur i pari te vari, edhe thuhet, dhe pa dhe besoi. Tani pyetja që rëndom na vjen në ndërmend është, çfarë pa Gjoni? Çfarë pa Gjoni? Kjo është shumë interesante. Prandaj do të flasim për këtë që do të flasim për pak minuta së bashku. Sepse ju mund thoni, po, disi është puna, ai besoi shkrimeve. Jo, në fakt nuk u besoi shkrimeve. Dini pse? Sepse në vargun 9, ja ku kemi një varg më tej. Thuhet sepse nuk e kuptonin ende shkrimin, që ai duhet të ringjallej prej së vdekuris. Ata as nuk prisnin që kjo të ndodhe. As e shkonin në përmend që Jezusi të ringjallej. Mendet e tyre ishin të bllokuara. Si mund të besohet ringjallja? Ringjallja është e pabesueshme. Si mund ta besosh ti një gjë të tillë? Edhe ata ende nuk e kuptonin se si mund të ndodhte kjo gjë. Nuk ishin të prirur që të besonin ringjalljen. Edhe ashtu është në fakt, ka njerëz edhe këtu në sallë ndoshta, jeni ju, dikush këtu, që thua që e di si është puna, pavarësisht se çfarë thot fjala e Zotit që ju e quani. A ka ndonjë fakt shkencor që unë mund ta gjej përveç shkrimit që vërteton ringjalljen e Krishtit? Kjo është shumë interesante në fakt, sepse ka njerëz të tillë, thash, ndoshta je ti këtu sot. Por dishepujt në atë kohë, as që shkonin në përmend që Jezusi të ringjallej. Megjithëse ai u kishte thënë vazhdimisht, di si është puna, do të më kryqëzojnë, do të më kapin, do të më kryqëzojnë, edhe unë do të ringjallem, edhe Jezusi u përsëriste një gjë të tillë, ata thoshin, po, e mirë. Dakor, si themi ne ndonjëherë, për shkak kur dikush na thot ndonjë gjë edhe nuk e kemi fare të qartë, por thjesht themi po, kështu për inerci të gjërave që dëgjojmë, e kuptojmë më pas që Pali e shprehu këtë gjë si pjesë të ungjillit, që Jezusi vdiq, u varros dhe u ringjall të tretën ditë sipas shkrimeve, por ende Pali nuk i kishte shkruar këto vargje. Edhe dishepujt asgjë e mendonin çështën e ringjalljes. Për ta ishte diçka e huaj, e papranueshme, e pabesueshme. Si mund të besosh ti që dikush ringjallet? Është diçka e pamundur. Si mund të ndodhë një gjë e tillë? Kjo ishte situata. Me siguri do të kishte në një lidhje simbolike kështu kjo ringjallje, domethënë,
po që të ndodhte, realisht, domethënë ata as nuk ishin të prirur për ta besuar ringjalljen e tij. Tani Gjoni thuhet, interesante. Pa, shikoni pak. Gjoni pa dhe besoi. Çfarë pa Gjoni? Çfarë pa Gjoni? Për shka ai pa një evidencë, të cilën do ta shohim së bashku, se çfarë pa Gjoni që e bëri të besonte. Unë e thash pak më përpara, që ai të besonte shkrimit, nuk e kishte, as nuk e rrokte dot. Pa i pa diçka, pa një fakt. Dikush nga ju mund ta quajë një provë shkencore. Dakor, quaj ashtu, pa i pa diçka. Tani Gjoni hyn i dyti dhe shikon pëlhurat që janë të patrazuara. Janë të patrazuara. Pse ai do të merrte kohë dhe do të shkruante disa vargje këtu që ne i lexuam. Dhe të fliste aty pikërisht për pëlhurat që ishin aty ku ishin. Pse duhet të argjonte kohë? Në fakt, unë përmenda që mënyra se si mbështilleshin kufomat në atë kohë, sepse ky është një fakt, ne sikur po shikojmë një dokumentar tani, duke imagjinuar pak ishte që këto rripa pëlhurash përdoreshin për të mbështjell trupin e atij që kishte vdekur. Edhe në fakt është si puna e kësaj që nëse kemi një tullumbace të madhe në formën e një njeriu, edhe do ta mbështillnim me pëlhura rripa prej liri, po them, do ta mbështillnim me këto rripat nga shpatullat deri te këmbët poshtë, zakonisht kështu vepronin. Edhe këtë tullumbace në formën e trupit do ta çponim, edhe ajri. Dakor? Edhe të gjitha ato rripa të mbështjella që ishin në formën e trupit do të ishin aty, të patrazuara. Të patrazuara. Edhe këtë pa Gjoni. Ai pa pëlhurat që ishin aty, të patrazuara, dhe rizën shamin që ishte vënë në kokën e Jezusit diku afër të palosur veç, thuhet në fjalën e Zotit. Do shta kishte një mënyrë si Jezusi i paloste gjërat, edhe ai e patha, kjo është mënyra se si vepron ai. Edhe Gjoni pa dhe besoi, thuhet në fjalën e Zotit. Shikoni çfarë thuhet për Pjetrin tek Ungjilli i Lukës. Pjetri u çuat, rendit e vari u përkul dhe pa pëlhurat prej lirit të vëna. Ashtu ishin të vëna në trajtën e trupit. Vetëm pastaj u largua, i mrekulluar me veten e tij për sa kishte ndodhur. Ata pan një evidencë interesante. Edhe riza ishte palosur veç. Pëlhurat prej liri, le ta shpjegoj edhe një herë, ishin rripa, ishin si bende, si fasho, për shkak kur dikush thyen dorën apo ka një traumë apo sido që të jetë, çfarë bëhet me atë benden? Rrotullohet edhe mbështillet, domethënë gjymtyra, edhe në këtë mënyrë përdorej kjo mënyrë nga ana e traditës së judenëve. Tani juve ju shkon ndërmend qefini i Torinos. Keni dëgjuar për këtë? Ajo veshja që është gjetur, thuhet nga Kisha Katolike kryesisht, që i takon Jezusit, edhe është një çarçaf goxha i gjatë, është 4 metra. Ai si thua paloset për dysh, edhe aty ja le t'ju ja jap në pamje. Po të shikoni, këtu është koka, ja ku keni duart, edhe këtu si shenja që është shenja e kryqëzimit të duart, keni kokën që ka disa njolla këtu, edhe është si thua imazhi i një njeriu. Edhe paloset më dy, shikoni kokën këtu, kjo është ana tjetër që paloset, e shikoni gjithë ana tjetër, pjesa e mbrapme e trupit. Këtu është si viza e ndarjes, edhe paloset, thjesht për të dhënë ju një imazh. Edhe në fakt, vinere, kjo është një nga reliktet më të studiuara dhe më të debatuara që mund të gjeni ndonjëherë. Është shumë interesante, edhe thuhet që kjo është, si thua, ky është qefini, pra çarçafi me cilin ishte mbështjell Jezusi. Dhe ishte i gjatë 4 metra, mbi 4 metra, 4.3 diçka e tillë, edhe palosej kështu më dysh. Thënë shtrihej pjesa poshtë, vendosej trupi dhe pastaj mbulohej me pjesën tjetër. Interesante. Mirë po, sa herë vjen pashka, domethënë del prap kjo si argument. Është shumë interesante një gjë e tillë, për shembull në vitin 2015,
ky për këtë qefin thuaj edhe nga katolikët vetë që ne do të nxjerrim informacion më shumë në vitin 2025. Edhe në fakt, kështu është, kemi një informacion të freskët tani në vitin 2026. Ishte një skuadër shkencëtarësh që janë marrë me këtë edhe në të vërtet nuk mund ta deklarojnë me, si thua, me siguri që ky është qefini i Jezusit. Shumë interesante. Mund të shikoni, kanë studiuar ADN-t që më shumë i bie nga lindja mesme, mbi 50%, 30% nga India, etj. Mund të futeni dhe të shikoni si detaj. Unë kam studimin e plot të tyre, nëse dikush është interesuar edhe të mund ta shikojë pas takimit sot, por nuk është kjo çështja. Shikoni se çfarë thuhet një nga enciklopedit. Unë thjesht do t'ju lexoj. Një koment që bëhet për qefinin e Jezusit. Është një copë prej liri, e cila bart imazhin e njeriut që duhet kishte qenë i traumatizuar fizikisht për shkak të goditjeve dhe kryqëzimit. Mbahet në faltoren mbretërore në katedralen e Shën Gjon Pagzorit në Torino të Italisë. Prandaj quhet qefini i Torinos, sepse është në qytetin e Torinos. Nga këndvështrimi fetar në vitin 1958, Papa Piu XII aprovoi që imazhi kishte lidhje me fytyrën e shenjtë të Jezusit. Ky qefin është bërë objekt një debati intensiv midis disa shkencëtarëve, njerëzve të besimit, historianëve dhe shkrimtarëve, se kur, ku dhe si është krijuar imazhi dhe se i kujt është ai imazh. Shumë besojnë që ajo është mbulesa që mbuloi Jezusin e Nazaretit kur e vendosën në varr dhe imazhi i tij ka mbetur në fibrat e kësaj cope. Është një copë e tërë kjo, nuk janë rripa, thjesht është një copë e tërë. Pikërisht përpara se sa të ringjallej. Skeptikët thonë që ky qefin është një mashtrim dhe se rezultati i proceseve natyrore që kanë ndodhur nuk mund të kuptohet ende. Për shembull, është bërë një datim me radiokarbon në vitin 1988 nga 3 skuadra të pavarura shkencëtarësh, u publikua në revistën Natyra, duke treguar që ky qefin ishte bërë gjatë periudhës mesjetës, përafërsisht 1300 vjet pas Krishtit. Edhe për këtë ka pasur kundërshtime. Pra sa herë vjen pashka flitet për këtë. Interesante, dhe me një datim të ri që i kanë bërë me radiokarbon, kanë, si thua, nxjerrin një moshë tjetër të këtij qefini. Shumë interesante. Unë nuk jam shkencëtar, po besoj Biblën. Paktën kaq ditë bëj mund të krahasoj faktet, por nëse mendohet që ky është qefini me cilin unë mbulua, jo unë mbështoj, po unë mbulua trupi i Jezusit, atëherë këtu ka ca probleme. E dini që judejt në atë kohë nuk i mbulonin kufomat. Por ata çfarë bënin? Përdornin rripa pëlhurash, ashtu si kundër unë i thash. Edhe vetë fjala greke këtu është në numrin shumës. Rripa pëlhure tek Ungjilli i Gjonit. Pra nuk i mbulonin. Madje në vargun 40, shikoni me vëmendje, thotë ata pra e morën trupin e Jezusit dhe e mbështollën. Pra është ta mbështjellësh edhe thotë në pëlhura liri në numrin shumës me era të këndshme, siç është zakoni i varrimit ndër judejt. Pra, siç është zakoni, si ishte tradita në atë kohë. Ata e mbështollën. E keni parasysh procesin e mumifikimit, kur ato mumjet thjesht për t'u treguar si proces, domethënë, se për këtë po flasim sot, Por shumë e rëndësishme kjo. Po nuk i mbulonin, ata i mbështillnin sipas mënyrës së judejve, sipas zakonit ndër judejt. Edhe kështu veprua dhe me Krishtin. Doni ta shikoni se si ishte rasti i Lazarit. Shikoni sipas traditës judejve, i vdekur i doli thotë, dhe shikoni tani, me duart dhe këmbët të lidhura me rripa pëlhura. Shikoni. Dhe me fytyrën të mbështjellë në njëriz. Pra, kjo ishte ajo që ka na thot fjala e Perëndis. E njëjta gjë u zbatua për Jezusin sipas traditës judejve. Pra, nuk ishte vendosur në një copë, edhe ajo copa duhet palosej, por ishte me rripa pëlhure, e mbështjellë. Kështu ishte mënyra. Pra, nuk ishte një copë vetëm me liri, që ka të dy anët e figurës. Kjo copë liri me të dy anët që palos që si thua mbulohej, nuk ka lidhje me judejt e shekullit të parë. Kjo është shumë e rëndësishme. Aq më tepër që në vargun 39 thuhet Nikodemi, i cili më përpara kishte vajtur te Jezusi natën duke sjellë një përzierje për mirre dhe aloe për rreth 100 librash.
Interesant sepse në qefinin e Torinos nuk është gjetur asnjë gjurmë përzierjes aromatike, e cila ka qenë tepër e bollshme. Unë i thash rreth 33 kg. Tani kur i mbledhim të gjitha faktet, Pietri dhe Gjoni pan pëlhurat në vendin e tyre në formën e trupit dhe pak më tej rizën të palosur veç. Shumë interesante. Tani, në rast se Jezusi thoshte se ishte ai që ishte, biri Perëndis, quhet bir sepse lindi nga një grua, pra kishte fuqitë mbinatyrshme, Perëndia në mish. Ai mund të bënte çfarë të donte me këto pëlhura. Ai mund t'i vaporizonte në çast, mund t'i zhdukte. Ai ishte i gatshëm, mund ta bënte pa problem, pa asnjë lloj problemi Jezusi në gjë të tillë. Por ai nuk vendosi ta bënte këtë. Ai vendosi që t'i linte ashtu, të patrezuar. Edhe e bëri një gjë të tillë me qëllim. Në fakt çdo gjë që Jezusi bën e bën me një qëllim. Dhe kur Gjoni filloi të analizonte situatën, papritmas, kur ai pa këto pëlhura, thuhet pa dhe besoi. Edhe ai tha, ai është i gjallë. Ai jeton. Në rast se judejt, romakët ose dishepujt ose hajdutët e varreve do ta kishin vjedhur trupin e Jezusit, mendoni pak për shembull. Nëse dishepujt do kishin shkuar dhe do të vjedhin trupin e Jezusit, çfarë do bënin ata? Do shkonin aty, do ta çmbështillnin, pastaj do ta merrnin trupin dhe pastaj do të fillonin të mbështillnin, domethënë trupin e tij, ashtu do të për t'i lënë siç ishin. Mendoni që mund ta bënin dishepujt një gjë të tillë, por në fakt ku ishin romakët e plagosur, sepse kishte roja aty. Apo të vdekur, ku ishin trupat e tyre? Sepse varri vërtet u vulos, po kishte edhe roja tek varri. Unë nëse thuhet për shembull që ishin hajdutët që vidhin varret, ishin ata për shembull që e morën trupin e Jezusit, por çfarë bën ata? Ata shkuan edhe përsëri filluan ta të zhvishnin trupin e tij dhe pastaj çfarë ndodhi me ta? Edhe pasi e morën, shkuan prapë mbrapa që t'i rregullonin mirë që çdo gjë dukej bukur edhe mirë, po e ka vjedhur ndonjë dikush, keni pasur ndonjë rast kur dikush ju ka vjedhur shtëpinë apo dhomën? Mendoni që janë të interesuar ata që t'i lënë gjërat në rregull ashtu siç mund të mendoni? Jo, në fakt nuk ndodh një gjë e tillë, ata s'duan t'ia dinë fare. Nëse judejt ose romakët do ta kishin vjedhur trupin, nëse do të kishte ndodhur kjo, kishte ndodhur një zhurmë e madhe në atë kohë që Jezusi ishte gjallë, atëherë për ta hedhur poshtë këtë lloj bendimi që ekzistonte, çfarë duhet bënin ata? Thjesht duhet të paraqisnin trupin. E të thoshin të tjerëve që e di si është puna? Ja. Jezusi nuk është ringjallur. Pra kjo gjë nuk mund të ndodhte. Varri nuk dukej si skem grabitje, por dukej si një dëshmi ringjallje. Nëse Jezusi nuk është i gjallë, ne nuk do të ishim këtu sot. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Ai është shpëtimtari i botës. Tek Ungjilli Lukës, kapitulli 18 thuhet, pastaj i mori me vete 12-tët dhe u tha atyre, ja po ngjitemi në Jeruzalem dhe të gjitha ato që shkruan profetët për birin e njeriu do të përmbushen, sepse do të dorëzohet paganëve, do të tallet, do të shahet dhe do të pështyhet, do ta fshikullojnë, do ta vrasin dhe ditën e tretë ai do të ringjallet. Por ata nuk morën vesh asgjë nga këto, dhe kjo fjalë për ta ishte e fshehur dhe ata nuk kuptonin ato që u kishte thënë. Pra Jezusi u kishte thënë një gjë të tillë. Kur ata e pan Jezusin e ringjallur, e dini çfarë ndodhi me dishepujt? Kjo është shumë interesante. Ata lanë gjithçka. Ata shkuan për të predikuar ringjalljen e Krishtit. Jezusi është i gjallë, edhe e dini, të gjithë ata përveç Gjonit vdiqën me një vdekje të tmerrshme. Si është e mundur që njeriu të vdes për një gënjeshtër? Kjo nuk mund të ndodhë. Ata lanë gjithçka, vinë re, harxhuan gjithë jetën e tyre dhe predikonin ringjalljen e Krishtit anë mban botës. Si është e mundur që kjo të ndodhë? Si është e mundur që ata të jepnin jetën pikërisht për shkak të kësaj dhe ky është ndryshimi. Një njeri që e quajti veten Perëndi në trajt njerëzore u ringjall. Kjo është zemra, është bërthama e gjithçkaje, prandaj ne jemi këtu sot. Të festojmë ringjalljen e Krishtit. Ju mund thoni pse na i dhe këto detaje, sepse fjala e Zotit flet për këto detaje. Dikujt ndoshta nuk i erdhi mirë që dëgjoj për vdekjen ose për pëlhurat prej liri që mbështjellin trupin e një kufome, por le ta them, kjo është një evidencë. Është një evidencë. Është një ngjarje që ka ndodhur. Është një provë shkencore, nëse doni ta themi ndryshe. Mirë, po ka një ndryshim. Ndryshon koka nga zemra.
Vërtet mund të kesh një urinë, një provë shkencore, po përsëri duhet besim ta pranosh në zemër. Nëse kemi rastin e Gjonit, aty thuhet ai pa dhe besoi. Ai pa dhe besoi. Ky është ndryshimi. Në fakt, Jezusi u ringjall për ta çliruar ne nga pushteti i mëkatit. Shikoni te Romakët 3:23, të gjithë kanë mëkatuar, nuk e arrin lavdinë e Perëndisë. Të gjithë ne jemi mëkatarë, kemi shkelur ligjin e Zotit, folëm për këtë. Edhe pagesa e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme. Është vdekja paga e mëkatit, por Zoti na jep si dhuratë jetën e përjetshme. Njeriu ka nevojë për një dhuratë, edhe dhurata është jeta e përjetshme. Shikoni si lidhet fjala e Zotit, thotë, por për frikacakët dhe të pabesët, dhe të veritshmit dhe vrasit, dhe kurvërusit dhe magjistarët, dhe gjithë i dhujtarët, dhe gjithë gënjeshtarët, thotë, do të kenë pjesën e tyre në liçenin që digjet me zjarr dhe squfur, që është vdekja e dytë. Ky është një dënim i përjetshëm. Edhe është i tmerrshëm. Por shikoni tek vargu që pam më sipër. Dhurata e Perëndisë thotë është jeta e përjetshme. Këtu kemi vdekjen e dytë, që është e përjetshme, ku shpirti i njeriu shkon në liçenin që digjet me zjarr dhe squfur për shkak të mëkateve, për shkak sepse janë mëkatar. Zoti na jep jetën. Prandaj erdhi Krishti. Pagesa e mëkatit është vdekja, dhe kjo është jo vetëm vdekja fizike, por edhe vdekja shpirtërore, që është kur shpirti i njeriu të vuan përjetësisht në një liçen që digjet me zjarr dhe squfur, që është vdekja e dytë. Krishti erdhi dhe pagoi pagesën. E pagoi pagesën. Prandaj Gjoni ka shkruar dhe thotë Jezusi bëri dhe shumë shenja të tjera për dishepujve, para dishepujve të cilat nuk janë shkruar në këtë libër, thotë. Por këto gjëra janë shkruar që ju çfarë? Të besoni se Jezusi është Krishti, biri i Perëndisë, që duke besuar, thotë, të keni çfarë? Jetë në emër të Tij. Cila është dhurata e Perëndisë? Jeta e përjetshme. Atëherë që ti të marrësh dhuratë jetën e përjetshme, duhet të besosh që ai është Krishti, biri i Perëndisë. Ai erdhi si një njeri në këtë botë. Edhe pagoi pagesën e mëkatit që ne meritojmë në drurin e kryqit, derdhi gjakun e Tij. Që ne duke besuar tek ai, të kemi jetë. Jo të vdesim përjetësisht larg pranisë së Perëndisë, shpirtërisht në një liçen që digjet me zjarr dhe squfur, siç thuhet në fjalën e Perëndisë. Por të kemi jetën e përjetshme. Jetën e përjetshme. Prandaj erdhi Krishti. Edhe Krishti nuk erdhi që njerëzit të fitonin sa më shumë lek, apo të fitonin në bingo, apo të kishin një makinë më të mirë, një shtëpi më të mirë. Jo, ai erdhi, vdiq dhe u ringjall për të na dhënë më shumë se sa kaq. Jetën e përjetshme. Jetën e përjetshme. Prandaj lajmi i Pashkës kërkon një përgjigje personale dhe duhet besuar. I duhet besuar Krishtit. Jo në kokë, në mendje, por në zemër. Është një gjë që ti të thuash për këtë histori që ne lexuam sot dhe studiuam sot, që sa e bukur histori, e bukur nga ana emocionale, ty të pëlqeu ndoshta, të duk sikur po shqyrtoje ndonjë dokumentar investigativ. Është më shumë se sa kaq. Krishti është i gjallë për ty dhe për mua. Ai erdhi për të dhënë jetën e përjetshme për shkak sepse ne mëkatojmë. Edhe shikoni, dëshmia është kjo, Perëndia na dha jetën e përjetshme. Kjo është dhurata e jetës dhe kjo jetë është në birin e Tij. Sepse ai erdhi si një njeri, edhe lindi përmes një gruaje, prandaj u quhet biri i Perëndisë. Ai që ka birin ka jetën. Ai që nuk ka birin e Perëndisë nuk e ka jetën, dhe ju shkrova këto gjëra, thotë Gjoni, juve që besoni në emrin e birit të Perëndisë, që të dini se keni jetën e përjetshme dhe që të besoni në emrin e birit të Perëndisë. Ka një emër, mbi çdo emër, i cili të shpëton. Ka vetëm një emër në këtë botë, i cili të jep jetën e përjetshme. Nuk ka asnjë emër tjetër nën rrezet e diellit, me anë të cilit ne do të shpëtohemi. Emri i tij është emri Jezus, shpëtimtari i botës. Edhe ai erdhi me këtë dhuratë
Sepse dhurata e jetës përjetshme është në Birin, është në Krishtin. Ai që merr Krishtin, i beson Krishtit, e pranon me besim, e merr me besim, e pranon me besim, hap zemrën e tij, ai ka jetën e përjetshme. E ka këtë dhuratë. Është pjesë e paketës. Po ke Krishtin, ke jetën e përjetshme. Nëse ti do jetën e përjetshme sot, duhet ta pranosh Krishtin me besim. Që ai është shpëtimtari yt, po jo vetëm shpëtimtari yt, por është Zoti yt. Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, ai është Zot, dhe po të besosh, ku? Jo në kokë. Jo në kokë, larg qoftë, jo vetëm kokë. Në zemrën tënde. Sa ai është i gjallë sot. Jezusi u ringjall. Do të shpëtohesh. Do të shpëtohesh nga pushteti i vdekjes, nga pushteti i mëkatit. Do të shpëtohesh. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtimin. Ne u themi njerëzve që unë i besoj Jezusit, e rrëfej këtë gjë me gojë, por ama i besoj me zemër. I besoj me zemër. Dhe të besosh do të pranosh që je mëkatar. Të pranosh që nuk e shpëton dot veten tënde nga pushteti i mëkatit dhe i vdekjes. Por të besosh çfarë do të thotë? Që Jezusi vdiq për mëkatet e tua, u ringjall për drejtsimin tënd. E dini çfarë bëri Jezusi? Ai na dha jetën e përjetshme dhe faljen e mëkateve. Faljen e mëkateve na e dha nëpërmjet vdekjes së tij. Ai vdiq pagoi pagesën që ne meritonim, duke derdhur gjakun në kryq. Ai na dha faljen e mëkateve. Po na dha jetën e përjetshme nëpërmjet kujt? Nëpërmjet ringjalljes së tij. Sepse ai është burimi i jetës. A e do dhurat jetën e përjetshme? A je gati të besosh Krishtit sot? Ti thrasësh emrit të tij? Mund të thrasësh emrit të tij, emrit Jezus, edhe do të shpëtohesh. A mundesh ta bësh ti një gjë të tillë sot, ti që ke ardhur sot për të parë ndoshta? A mund të thrasësh emrin e tij? Vëre në provë Zotin, ai do të shpëtojë ty. Sepse thot kushdo që do të thras emrin e Zotit do të shpëtohet. A do ta provosh? Ai premton që ti do të shpëtohesh. A do ta thrasësh emrin e tij sot? A mund të pranosh përpara tij që Zot, unë jam mëkatar, unë kam shkelur ligjin tënd dhe meritoj dënimin e përjetshëm, por ti vdiqe në vendin tim, e more këtë pagesë, e pagove këtë pagesë në vendin tim, sepse ti ishe pa mëkat, Zot, ti je pa mëkat. Edhe vdiqe në vendin tim që unë të mos e paguaj vetë këtë, sepse përndryshe do të shkoja në një liçen që digjet me zjarr dhe qufur. Por Zot, ti e pagove në vendin tim. Edhe unë të besoj ty si Zotin dhe shpëtimtarin e jetës time. A mund t'i thuash sot atij? A mund ta thrasësh emrin e tij? Le të ulim kokën gjithë. Qofse je këtu sot, qoftë herë e parë, qoftë herë disata, mund t'i thuash sot Zotit, thuaj atij. Nuk janë fjalët magjike, është qëndrimi i zemrës. Thuaj me zemër, thuaj, Zoti Jezus, faleminderit që ti erdhe në tokë dhe vdiqe në kryq në vendin tim. Unë jam mëkatar, Zot, më fal. Faleminderit për dhuratën e jetës përjetshme. Zot, unë besoj që ti erdhe si një njeri vdiqe në kryq për mua. Zot, dhe u ringjalle për mua. Faleminderit për dhuratën e jetës përjetshme. Zot, më ndrysho. Unë hap zemrën time dhe të pranoj ty si Zotin dhe shpëtimtarin e jetës time. Zot Jezus, ti je Zoti im, ti je shpëtimtari im. Faleminderit. Më ndrysho, Zot, në emrin tënd lutem. Amen. Mirë, lavdi Zotit për kohën. Tani unë do të bëj një pyetje. Po para se ta bëj atë pyetje, le t'ju them këtë. Unë ju thash pak më përpara, kjo është bonus, është diçka ekstra. Po ju thash pak më përpara për shkakun që edhe krerët e judenjve nuk mund ta paraqisnin dot trupin e Jezusit se nuk e kishin. Nuk e kishin. Që të tregonin që ai nuk u ringjall. Po e dini çfarë?
Trupi i Krishtit sot, kush është? Kisha. Ne, si kisha e tij, ne shpallim trupin e Jezusit. Edhe në fakt, studiues dhe historian kanë thënë që nëse ka një dëshmi më të madhe që vërteton që Jezu Krishti u ringjall, është ekzistenca e kishës së tij. Ne jemi evidenca më e madhe e gjallë që Jezusi jeton. Edhe unë kam një pyetje për juve që keni vite që i keni besuar jetën tuaj Krishtit. Edhe keni vite që e keni marrë këtë vendim. Për gjithë juve që e keni marrë këtë vendim vite më përpara, jo sot, jo që ju lutet atij sot ashtu siç ju lutëm ne, po vite më përpara e keni bërë një gjë të tillë. A mund të ngrini dorën? Faleminderit, lavdi Zotit, mund ta ulni. Shumë faleminderit. Tani po ju drejtohem juve që e morët këtë vendim sot, që ju lutet Krishtit sot, i ka thënë që unë dua që ti të jesh Zoti dhe shpëtimtari i jetës time. A mund ta ngresh dorën? Ngrije dorën. Faleminderit. Janë disa. Lavdi Zotit. Në fakt, në fjalën e Zotit thuhet që me zemër njeriu beson në drejtësi, por me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. Vërtet, sot juve nuk deklaruat me gojë, mund t'i thoni dikujt, patjetër që unë besova Krishtit, por ngritët dorën dhe thatë që juve i besuat Krishtit jetën tuaj sot. Nëse kjo është e vërtetë, në Bibël thuhet që kushdo që do të thrasë emrin e Zotit do të shpëtohet. Nëse ke bërë me gjithë zemër, Zoti i jetës të jep jetë. Edhe vazhdo t'i besosh birit Perëndis. Gëzuar Pashkën. Por unë do të them juve që keni marrë këtë vendim sot, e keni marrë një fletë anketë, nëse mund të shënoni mbrapa fletës që unë i besova Krishtit sot, ne thjesht dëshirojmë të lutemi për juve. Asgjë nuk ju kërkojmë asgjë, por nëse dëshironi mund ta shënoni mbrapa fletë anketës që morët dhe të thoni që unë i besova jetën time Krishtit sot. Dikush do t'i mbledh ato çanta në fund, domethënë i ka çanta dy me çantë që unë fusni fletën që keni shënuar, edhe Zoti ju bekoft, edhe jeni të lirë. Mos u largoni me njëherë, kalojmë pa kohë me njëri tjetrin, gëzuar Pashkën edhe një herë, dhe Zoti ju bekoft.